E pra të nderuar miqtë e mi, përshëndetje për të gjithë ju. Po takohemi ditën e sotme sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht një herë për t'ju paralajmëruar që sonte në orën 22 në kanalin Monitor TV do të filloj premiera e emisionit festiv e emisionit të vitit të ri. Do me thënë një premierë shumë e gjatë, 2 orë emision deri në momentin e ndrimit të viteve, ku do të kemi fatin të argëtohemi, të shijojmë, të kënaqemi me emisionin festiv këtu në kanalin Monitor TV me mua Tiron Alilin. Tani në këtë video dua të sjell pranë jush lajmin më të fundit. Luis Eili dhe Chiara Tito së fundmi sjellin filmin e tyre. Në fakt një film i shumë premtuar, një film i shumë pritur nga të gjithë shqiptarët që do të vijë së shpejti në ekranet televizive. Sot kemi zbuluar emrin e këtij filmit. Filmi quhet Loja e fundit. Loja e fundit është premiera që në fakt Luizi edhe Chiara do të sjellin së shpejti në Cineplex. Do me thënë një film që ka të bëj me Luizin edhe me Chiarën. Tani nëse do të flasim për dizajnin e punuar në detaje, do të kuptojmë që Luizi dhe Chiara kanë punuar jashtëzakonisht shumë për këtë film. Por në këtë dizajn shohim një litar të lidhur lëmsh, që do me thënë vetëm dashuria, vetëm respekti, vetëm pozitiviteti e zgjidh këtë litar. Dhe pikërisht do me thënë ky film i kushtohet dashurisë së Luizit edhe të Chiarës. Do të kemi fatin që të shohim Luizin dhe Chiarën në dimension tjetër, do me thënë nga momenti që nisën rrugtimin e tyre të dashurisë deri në momentin kur dashuria e tyre solli në jetë edhe Luna Marin, do me thënë mori krejtësisht një ehon tjetër. Loja e fundit është titulli i Luizit edhe Chiarës së filmit të tyre, ku në fakt është shkëputur edhe një thënie: në dashuri kush nuk luan humbet. Kjo është një thënie shumë e madhe. Në dashuri kush nuk luan humbet është vërtet kjo gjë, sepse dashuria ka lojën e saj, dashuria ka sfidën e saj, dashuria ka guximin e saj, në qoftë se din ta bësh e arrin. Dhe pikërisht Luizi dhe Chiara me shumë dashuri, me shumë besim, duke mposhtur gjithçka tjetër apo çdo thik që shkonte anash tyre, jetonin të lumtur në rrugtimin e tyre të dashurisë. Loja e fundit është filmi që në fakt shumë shpejt në vitin 2026 do të vi premier në Cineplex nga Luizi dhe Chiara. U than shumë emra, u aluduan shumë emra, ishin shumë amendsime, por loja e fundit është, do me thënë, pika e fundit në dashuri. Luizi ka qenë shumë falenderues në fakt ndaj Chiarës, ka qenë shumë falenderues ndaj televizionit Top Channel, ndaj rrugtimit të tij, po do shohim se si do të del ky film. Do të kemi fatin që ta shohim Chiarën në dimension tjetër, Luizi në dimension tjetër. Normalisht ato do të jenë të bazuar në këndin e aktorëve, por historiku i filmit lidhet me dashurinë e Luizit edhe të Chiarës. Dua të marr mendimin tuaj, si e prisni ju që do të jetë ky film i cili besoj do të na afasionojë të gjithëve.